Mirëmbrëma, mirë se vini në Tirana Live. Brukseli vlerëson SPAK për luftën ndaj korrupsionit në nivelet larta. Në një raport informues për vendet anëtare, thuhet se prokuroria e posaçme ka arritur rezultate të prekshme, por ka kritika për punën e KLG-s dhe KLP-s, si dhe për vonesa në zvendësimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Raporti është kritik ndaj atyre që i quan si përpjekje të politikës për ndërhyrje në SPAK, një referencë ndaj sulmeve të opozitës për dosjen Berisha, si dhe presioneve publike për dosjen Veliaj. Raporti masakron sjelljen e opozitës për bllokimin e punimeve të parlamentit. Komisioni Evropian ka informuar vendet anëtare për progresin e Shqipërisë në sundimin e ligjit dhe shtetin e së drejtës në përmbushje të detyrave të anëtarësimit. Në dokumentin konfidencial vlerësohet puna e SPAK dhe rezultatet e këtij institucioni në hetimin e çështjeve të korrupsionit, kryesisht në nivele të larta. SPAK-u ka konsoliduar më tej kapacitetin e tij në shtypjen e korrupsionit, duke arritur rezultate pozitive dhe duke bërë përparim të prekshëm drejt krijimit të një historiku të qëndrueshëm në luftën kundër korrupsionit, veçanërisht në nivelet e larta. Brukseli ishte shqetësuese përpjekjet e politikës për të ushtruar ndërhyrje të pajustifikuara dhe presion ndaj sistemit gjyqësor, duke evidentuar 2 raste, arrestimin e kryebashkiakut Erion Veliaj dhe sulmet e Sali Berishës ndaj gjyqtares Irena Gjoka, për të cilat nisi dhe një hetim penal. Zyra e prokurorit posaçëm nisi një hetim penal lidhur me përpjekjen për të ushtruar presion ndaj një magjistrati në një çështje që kishte të bënte me një anëtar të kuvendit. Institucionet drejtuese të gjyqësorit ishin të zëshme në denoncimin e presionit politik mbi gjyqësorin, duke lëshuar deklarata publike. Raporti evidenton dhe boshllëqet në sistemin e drejtësisë, mes tyre rinovimi i mandatit të prokurorëve dhe gjyqtarëve, teksa kritika ka për funksionimin e 2 organeve kryesore, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor. Po ashtu, një kapitull të veçantë Brukseli i kushton dhe situatës politike në Shqipëri, duke specifikuar tentativat e opozitës për të bllokuar punimet parlamentare. Antarët e parlamentit nga partia kryesore opozitës ndoqën taktika penguese dhe përçarse, duke çuar në masat disiplinore kundër disa prej tyre, duke përfshirë masat përkohshme disiplinore që më pas u ulën pjesërisht nga gjykata administrative. I vetmi komision që vjoj punën normalisht, thot raporti, është Komisioni për çështjet europiane, duke mundësuar miratimin e pozicioneve negociuese të Shqipërisë për të hapur disa grup kapituj të negociatave. Bashkëpunimi i prokurorive speciale të rajonit i shërben goditjes së grupeve kriminale që shkëtin aktivitetin e tyre në disa vende. Kreu i SPAK Altin Dumani tha gjatë një takimi të prokurorëve të përgjithshëm dhe special që mbahet në Tiranë se në bashkëpunim edhe me Eurojust ka pasur sukses në identifikimin dhe shkatrimin e disa grupeve kriminale. Bashkëpunimi ngushtë mes prokurorive të vendeve të rajonit rrit goditjen ndaj grupeve kriminale, që në të shumtën e rasteve bashkëpunojnë nga njëri shtet në tjetrin për të rritur fuqinë e tyre ekonomike dhe atë kriminale. Për drejtuesin e prokurorisë së posaçme Altin Dumani, institucioni që ai drejton në koordinim dhe të Eurojust, ka numrin më të lartë të skuadrave të përbashkëta hetimore për goditjen e grupeve kriminale që ndërveprojnë mes tyre. Për SPAK, ky bashkëpunim ka dhënë rezultate të prekshme. Përmes mbledhjeve të koordinuara, skuadrave të përbashkëta hetimore, kemi mundur të trajtojmë raste komplekse, të koordinojmë veprimet hetimore, duke shmangur vonesat dhe duke shtuar besimin reciprok institucional. Po t'i hedhim një sy edhe raportit të Eurojust për vitin 2024, shikojmë që prokuroria SPAK është prokuroria me numër më të lartë të çështjeve të çelura në Eurojust nga vendet jo anëtare të BE-s. Nga muaji janar-maj 2025, SPAK ka marrë pjesë në 10 nga mbledhjet e koordinuara të Eurojust. Aktualisht SPAK ka 23 skuadra të përbashkëta hetimore me vende të Bashkimit Evropian, por edhe me vende të rajonit. Për presidentin e Eurojust, Michael Schmidt, Ballkani Perëndimor është partneri i rëndësishëm i Eurojust. Ai kërkoi rritje të bashkëpunimit, ndërsa deri më tani ka patur sukses goditja e disa grupeve kriminale, kryesisht në fushën e call centerave. Ne kërkojmë të përmirësojmë dhe të rrisim në nivele të larta këtë bashkëpunim. Të gjithë dimë që grupet e organizuara kalojnë kufijnë dhe ne duhet luftojmë dhe të hetojmë rastet. Gjithashtu kemi pasur shumë hetimet përbashkëta për mashtrimet online. Janë arrestuar qindra persona dhe janë sekuestruar prona të shumta.
Ndërsa për ambasadorin evropian në Shqipëri Silvio Gonzato, një nga prioritetet e organeve të hetimit mbetet identifikimi të ardhurave nga krimi organizuar. Sipas tij, puna e organeve të drejtësisë ndikon drejt për drejt te procesi i negociatave me Bashkimin Evropian. Të martën në Tiranë u mbajt forumi konsultativ i kryeprokurorëve të përgjithshëm dhe të posaçëm të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Pjesëmarrës në këtë forum ishin krerët e lartë të drejtësisë, mes të cilëve drejtuesi i prokurisë së posaçme Altin Dumani, prokurori i përgjithshëm Osian Çela, presidenti Eurojust Michael Schmidt, si dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato. Gjykata e posaçme la të pandryshuar masën e sigurisë për Erion Veliajn pasi i vlerësoi se nuk ka asnjë ndryshim të kushteve për të. Në 8 korrik, gjykata e lartë do të vendosë për rekursin e Veliajt që kërkon lirim nga qelia. Kjo gjykat ka përzgjedhur edhe trupën e gjyqtarëve që do të shërtojnë kërkesën për rrëzimin e masës së sigurisë arrest në burg. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj për lirimin nga qelia. Në seancën e së martës që u zhvillua me dyert të mbyllura, prokuria e posaçme paraqiti informacionin 2 mujor mbi ecurinë e hetimeve, ku u bë me dije se deri më tani janë kryer të paktën 82 veprime hetimore. Sipas prokurorisë, nuk ka ndryshim kushtesh për ndryshim të masës sigurisë për Veliajn, ashtu edhe për biznesmenin Elman Abule, që momentalisht po jetohet në masën e arrestit shtëpiak. Nga ana tjetër, avokatët e Veliajt kërkuan lirinë në këmbim të garancisë pasurore, ndërsa për Elman Abulen u kërkua masa e detyrimit për të paraqitur, por të dyja kërkesat u rrëzuan nga gjyqtari Erion Bani. Po këtë të martë, gjykata e apelit të posaçëm miratoi vendimin e shkallës së parë, duke lënë në sekuestro apartamentin që është në pronësinë të kompanisë Agikonos dhe që dyshohet si pasuri e fshehur që përdoren nga bashortët Erion Veliaj e Ajola Xoxa. Ndërsa gjykata e lartë ka caktuar datën 8 korrik në orën 12 për shqyrtimin e rekursit të kryebashkiakut për heqjen e masës sigurisë arrest në burg, të caktuar ndaj tij prej muajit shkurt të këtij viti. Shorti ka përcaktuar relator të çështjes, gjyqtarin Albana Boksi, ndërsa Sokol Bina e Medi Bici janë anëtarët e tjerë të trupit gjykues. Rekursi do të shqyrtohet në dhomë këshillimi pa praninë e palëve. 5 ish zyrtar të Bashkisë së Tiranës u dënuan me burg për dosjen 5D. Ata akuzojnë për shkelje të barazisë në tendera dhe të pestë, përfituan ulje dënimi në shkallën e parë për shkak të gjykimit të shkurtuar. Gjykata e posaçme dënoi me 1 vit burg Eglantina Zeren, e cila për shkak të gjykimit të shkurtuar u dënua përfundimisht me 8 muaj heqje lirie. Zera u more pa ndehur nga SPAK në kuadër të dosjes së njohur si 5D, kur në një tjetër proces po gjykohen edhe Redimolla e Mariglen Qato, të dy ish drejtorë të Bashkisë së Tiranës. Me nga 9 muaj u dënua dhe 4 të pandehurit e tjerë në këtë proces, të cilët gjithashtu përfituan ulje të dënimit në 6 muaj heqje lirie, mes të cilëve Enkelejda Qyta, Bruno Koçi, Riviola Baxho si dhe Kristo Zhulati. Ata u gjetën fajtor për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Nga hetimet është provuar se Zeren në cilësinë e titularit të autoritetit kontraktor Tirana Parking në institucionin e varësi të Bashkisë së Tiranës, në bashkëpunime të pandehurit Enkelejda Qyta, Bruno Koçi dhe Riviola Baxho, në cilësinë e anëtarëve të Komisionit të vlerësimit të ofertave, si dhe Kristo Zhulatin, në cilësinë e anëtarit të njësisë së prokurimit, kanë krijuar avantazhe për bashkimin e operatorëve ekonomik, VAS Construction SHPK dhe Roku Guest SHPK në procedurën e prokurimit me objekt rikonstruksioni sheshit të parkimit tek stadiumi Selman Stërmasi. Ndërsa në një tjetër proces u dënua me 1 vit heqje lirie edhe drejtoresha e ish klubit Shumë Sportësh Tirana, Debora Keçi, që u konvertua në 2 vite shërbim prove, por edhe 8 ish zyrtar të tjerë që akuzohen se abuzuan me një tender për rikonstruksionin e një palestre, punimet e të cilës u realizuan nga shoqëria 5D. Nisi sot hapja e kutive të votimit të zgjedhjeve të 11 majit në 4 qarqe për rinumërimin e votave, ashtu në fakt siç ka vendosur Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve me kërkesë të 2 përfaqësuesve të Berishës në këtë komision. Gjatë ditës së sotme u hapën 94 kuti të Gramshit dhe Peqinit për të verifikuar fletët e votimit në to. Këtë proces e ndoqi nga afër gazetari ynë, Andon Kello. Andon, të përshëndes, çfarë u verifikua ditën e sotme në këtë proces të rinumërimit të votave?
po në këtë ditë të parë të rinumërimit ishte radha Elbasanit, për të cilin kishte pasur një vendim specifik, rinumërimi vetëm i fletëve të votimit dhe jo i votave të subjekteve zgjedhore apo të kandidatëve politik. Dhe u hapën vetëm kutit të Peqinit dhe të Gramshit. Ishin 94 kuti votimit të cilat u rinumëruan sot fletët e votimit dhe në përfundim Komisioni Ankesave dhe Sanksioneve u treguai kujdesshëm dhe nuk nxori asnjë konkluzion, por vetëm njoftoi se do të mbahet një seancë e posaçme javën e ardhshme, ku do të paraqiten gjetjet dhe u la kohë edhe palëve të interesuara për të analizuar gjetjet pas rihapjes së këtyre 94 kutive të votimit. Megjithatë, interes ka patur vetëm nga Partia Demokratike, e cila kishte vetëm disa vëzhgues për 24 tavolinat e numërimit dhe të paktën sipas informacioneve nga Partia Demokratike ose sipas pretendimeve të Partisë Demokratike janë gjetur vetëm 2 fletë votimi pa vull, çfarë sipas tyre është një provë e qartë se në 2 qendra votimi ka patur tren bullgar në Peqin dhe 15 fletë votimi të tjera të cilat kanë qenë vetëm me një vull dhe jo 2, siç e parashikon rregulloria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Problematika tjera sipas tyre janë konstatuar edhe mungesa e fletëve të papërdorura, si dhe kanë rezultuar më tepër fletë votimi se sa votues. Po ashtu sipas Partisë Demokratike ka rezultuar se kanë votuar edhe persona të tjerë të cilët nuk kanë patur emrin në këto qendra votimi. Megjithatë, të dhëna zyrtare nuk kemi, ato janë në dorën e Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve që do të zbulohen javën e ardhshme dhe do të ketë edhe një vendimarrje tjetër sa i përket këtyre dykyzazëve, pra Peqinit dhe Gramshit, por edhe gjithë qarkut të Elbasanit. Një gjë është e sigurt, nuk do të ketë rinumërim, pasi vetë Partia Demokratike nuk kërkon rinumërim, por kërkon vetëm pavlefshmëri, jo vetëm në Peqin dhe në Gramsh, por edhe në gjithë qarkun e Elbasanit. Megjithatë do të jetë Komisioni Ankesave dhe Sanksioneve që do të vendos nëse këto prova të mbledhura pas rinumërimit të fletëve të votimit kanë ndikuar në rezultat në nivel bashkie apo qarku dhe a janë prove mjaftueshme për të shpallur të pavlefshme zgjedhjet në Peqin, Gramsh apo edhe në qarkun e Elbasanit, siç kërkon Partia Demokratike. Faleminderit Anton Kello për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ndërkohë, me mua në studio është bashkuar zoti Ibsen Elezi. Ibsen, faleminderit, kënaqësi që je me mua në Tirana Live. Ibsen, dua ta nis këtë bisedë me ty me një pyetje të drejtë për drejtë. Kush ja vodhi votat Berisha dhe pse gjithmonë kjo retorikë sa erë zgjedhjet? Në momentin që i rikthehesh një retorike disa herë, kuptohet ajo humbet rëndësinë e vet. Fakti që e thënë nga goja e Berishës humb rëndësinë e vet kjo lloj retorike nuk do të thotë që procesi në përgjithësi është i deformuar. Dhe fakti që një proces është i deformuar, ne mund të analizojmë dhe japim me 10 argumenta. Ajo që unë vazhdimisht jam mundu të theksoj është që ky proces deformohet s'pari para se të shkojmë te kutia votimit dhe pastaj te kutia votimit është shumë e vështirë. Ndërkohë që kam qenë i gabuar në parashikimin tim dhe këtë duhet ta pranoj sepse nuk kam menduar kurse si ka njerëz aq të marrë që të arrin të prekin te kutia votimit kur ato fletë do kalojnë nëpërmjet një filmimi. Dhe persona të tillë që rrezikojnë për një grusht votash të futen edhe në burg, për disa vjet kjo pastaj kalon në çmenduri, kjo është e pakuptueshme. Dhe ajo që ka ndodhur realisht dhe mund të ndodhë më shumë brenda subjekteve, sepse ka vigjilencë më të vogël, është e rëndë, sepse si brenda si jashtë subjekteve, deformimi i një rezultati është krim zgjedhor, dhe si krim zgjedhor ai ndëshkohet. Gjithë ky proces që po ndodh është një proces shumë pozitiv për faktin se rinumërimi do t'rregojë se në të vërtetë ato çfarë thuhen, paktën në një pjesë e kandidatëve që e kanë vërtetuar nëpërmjet videove. Ka deformim real apo nuk ka deformim real? Nëse ky deformim është real dhe është i ndjeshëm, që edhe qoftë brenda kandidatëve, atëherë është vetë Komisioni Qendror që në këtë moment duhet të hap një proces më të gjerë rinumërimi që të penalizojë gjithë ato numërues që kanë futur duart, sepse këto numërues në një farë forme po kryen aktin më të rëndë dhe më të shëmtuar për shoqërinë. Pra deformojnë rezultatin e elektoratit. Dhe kjo duhet ishte ndëshkuar me kohë,
ka ndodhur me kohë, është verifikuar me kohë, kurauja e strukturave, si Komisionit Qendror, por edhe strukturave që e kanë për detyrë ndjekjen penale të personave që bën një krim të tillë, ka munguar. Tashti që po vërtetohet dhe po edhe dhe besoj është një pikë kyçe. Shumë nga këta që e kërkojnë janë pjesë e një strukture që kanë bashkëjetuar me këtë deformim, dhe s'kan folë ndonjëherë. Po kjo nuk do të thotë që duhet mos t'ju japim drejt atyre që kërkojnë të paktën transparencën. Është një drejt kushtetuese, Neni 9 thotë që funksionon mbi parimet e demokracisë. Parimet e demokracisë dihet, transparenca është numri 1. Për gjitha çfarë mund të ketë, dhe e dyta, konkurrenca e barabartë. Shikoj, Ibsen, rihapja e kutive të votimit apo rinumërimi i votave në një farë mënyre po tregon që kandidatët e Partisë Demokratike kanë transferuar apo kanë vjedhur vota mes tyre. Por për ty ky proces sa i shndron retorikës politike të Berishës për një farë zgjedhore apo nga ana tjetër edhe retorikës e Flamurnokës, i cili thotë kemi humbur zgjedhjet pasi SPAK është me Edi Rama. Kjo nuk përbën sens që kemi humbur zgjedhjet se SPAK është me Edi Ramën, kjo nuk përbën sens, sepse nëse zyrtarisht gjithë akuzat e opozitës, jo vetëm opozitës, se para se t'i bëj këto akuza opozita, s'pari i kanë bërë individ dhe shoqëria civile ose mediat, dhe më pas janë bërë pjesë e retorikës së opozitës. Por më së miri SPAK e ka vërtetuar që qeverisja e Edi Ramës ka qenë një qeverisje me plot ministra të korruptuar dhe zyrtar të lartë korruptuar. Sepse nëse do ishin vetëm në kuadrin e akuzave, do ishin akuzat dhe do i mohonte secila palë, siç i ka mohu vazhdimisht. Edhe i ka quajtur Media Kazani. Ndërkohë që SPAK e vërteton që një pjesë e mirë e kupolës drejtuese të Partisë Socialiste janë të involvuar në korrupsion edhe më gjerë, kjo tregon që SPAK i ka dhënë një favor të madh në opinionin publik opozitës, se opozita nuk është një opozita shnosha për ta shfrytzuar këtë mundësi, pastaj ky është problemi i gjithë opozitës, jo e vetë Partisë Demokratike, i gjithë opozitës. Pra opozita ka pas një armë në dorë të fortë, të cilën ja ka dhënë SPAK në rastin. A ka bërë SPAK punën e duhur dhe sa duhet? Kjo është një temë tjetër. A ka bërë mjaftueshëm për të goditur Edi Ramën, ka bërë mjaftueshëm. Por pse në mendimin tuaj nuk ka arritur dot që opozita ta shfrytëzojë këtë armë që po sepse në momentin që ti mendon që një model si modeli Edi Ramës është autokratik, tu duhet të hapësh modelin e kundërt. Dhe opozita nuk mund të fitosh kur vetëm se ti akuzon tjetrën, po duhet të hapësh edhe modelin tënd. Për shembull, nëse unë do rria duke akuzu Berishën pa fakte konkrete ose një kupol aty që domthon ka rënë. Pra ti po thua që opozita jo vetëm nuk po jep modelin e kundërt të Edi Ramës, po jep edhe një model më të keq. Pra po thoni që Berisha është ndoshta edhe më autokrat se Edi Rama. Autokracia e Edi Ramës dhe Berishës janë e njëjti model. Mungesa respektit për transparencën, që Edi Rama i bën thirrje gjithë kandidatëve, mos numëroni votat. Mund ti bën një deklarim të hapur publik antikushtetues, antidemokratik. Dhe Sali Berisha e bëri nga zori ose donte ta bënte. Pra të dalësh ashiqari kundra procesit transparencës, ti në vetvete e ke pranuar me vullnet lirë se nuk ke një qasje demokratike ndaj mënyrës se si bën politik, ose vetë formimit të personit, liderit në këtë rast Ramës ose Berishës. Pra për atë punë them janë një njëjti model. Dhe kur ti pajtohesh me fenomenin e vjedhjes votës, kjo pastaj është retorik boshe që këtë akuzon njëri tjetrin për vjedhje vote. Pse është retorik boshe? Po, ky man krah Damianin, ky Berisha man krah Damianin e vet, ai tjetri deklaron që vjedhim, ky deklaron që vjedhim, pastaj hajde luftojmë pastaj për të mbrojtur votën. Kush është Damiania e Berishës? Ky pra Albanën pra që kanë komisione kudo këto, ose po si Damiani i Ramës është edhe Bilikbashi, edhe ky është bërë është Flamuri, Edi Paloka që thotë, po ne vodhëm gjithë si kupol, po ne nuk e dinim që vjedhja e votës është një akt i shëmtuar antidemokratik. Kur do e mësosh ti, ku të bosh 60 vjeç? Am kupton se pse, domthon, çfarë absurdi e kanë futur të shoqërinë. E kanë futur një absurd që t'ju duket normale prekja e votës. Dhe të merren me grupet kriminale. Grupet kriminale, një person që vjedh votën është shumë më kriminal sepse dëmi që e bën shoqërisë është shumë më i madh, se sa një kriminal që ka një aktivitet kufizuar diku në një lagje, në një zonë. Nuk mund t'i krahasosh këta dy, se pas vjedhjes votës vjen çbërja gjithë shtetit dhe institucioneve.
Akti kriminal i një personi, bën dëm të lokal, bën dëm të pjesëshëm, nuk rrezikon kur do të shtetin. Dhe pra po të shohësh nga ana, ta gjykosh nga ana thelbësore, krijimi i vjedhjes votës është krijimi më i rëndë në shoqëri që ç'bën gjithë institucionet shtetërore hap pas hapi. Dua të ndaj edhe një çështje të fundit me ty, Ibsen. Bashkimi Evropian ka vlerësuar me nota të larta punën e SPAK, ndërkohë duket se ka masakruar Partinë Demokratike në raportin e fundit të Komisionit Evropian për shtetin e së drejtës, duke thënë se partia më e madhe opozitare në vend ka ndjekur politika përçarëse dhe penguese dhe i ka bërë presion sistemit të drejtësisë. Por ky raport vjen vetëm pak ditë pasi Berisha u kthye nga Brukseli me Albana Vokshin apo gjithashtu edhe Jorita Tabakun dhe tha se Shqipëria nuk e meriton integrimin në Bashkimin Evropian se nuk plotëson asnjë kusht. Ndryshe në fakt, thonë europianët që janë apo ata europianë që ndoshta janë edhe më skeptik për këtë proces, thonë të kundërtën e Berishës. Por dikush do thoshte se Berisha në Bruksel për interesat të tij personale nuk kursen të nxi as vendin, në të cilin ka qenë njerë ish kryeministër, njerë ish president. Por si e konsideroni ju këtë raport dhe çfarë mendoni mbi të gjitha, se duhet të ndryshoj në opozitarizëm apo ndoshta edhe në Partinë Demokratike? Që unë mbetem atij parimit që përplasjet tona janë përplasjet brendshme, këtu janë tash, pra antagonistet thella dhe duhen realizohen këtu. Pra ndërtimin e demokracisë këtu nuk na dhe shtetit me institucione, shteti ligjor nuk na ka për detyrë bota. Gjithë shqiptarët po thonë ç'a bën Amerika, ç'a bën Europë, ç'a si lloj detyrimis na kanë ata. Bile çdo lloj ndihme duhet të them faleminderit sa do e vogël tjetë. Pra që ne të ankohemi te Europa sepse nuk bëjmë dot ne, pse nuk rëzonim dot Enver Hoxhën, ose pse nuk bëjmë dot demokracinë, kjo pastaj kthehet qesharake, tregon se ku ka degraduar shoqëria. Se kush e kërkon ndryshim? Në qoftë se shumica nuk do demokraci, atë nuk do funksionoj. Nuk vjen ta bëj demokracinë me zëre Europa më, se ka një nonsens kur demokracia është vullneti i shumicës dhe shumica nuk e do, atë çfarë do vi do të imponoj Europa. Pra në këtë konsideroni retorikën e Berishës në Bruksel si qesharake. Po pse atë nuk e njohin, ato njohin mirë Edi Ramën, Sali Berishën dhe gjithë ato çfarë ndodh këtu. Ato duhet na marrin në Europë për shkak sepse ato thonë, këto nuk janë zot ta bëjnë këtë, po duke ardhur në Europë ne duhet të vendosim ca rregulla këtyre, që si mësojnë dot këta. Domthon, a kështu e shohin ato. Ato kur flasim ne për demokracinë dhe duke na njohur deri në themel se ç'kan bërë këto për demokracinë, për ta shkatruar, kjo është qesharake. Shkojnë ta flasin për demokracinë në Europë është qesharake. Dhe unë çuditem në Edi Ramën se si e ngjojnë në herë në të shesë Edi Rama dhe Sali Berisha leksione demokracie këtyre vendeve europiane, kjo thash edhe një është e turpshme në kushte normale, qesharake në kushte në cilën ndodhemi ne. Nuk mundet kurse si. Dhe ajo çfarë duhet them, unë duhet them këtë që Europa e ka ndarë mendjen se çfarë do të bëjmë me Shqipërinë për shkak të gjeopolitikës. Me sa shoh, nuk jam një ekspert, po kjo është e dallueshme. Dhe ato thonë, ne do t'i fusim shqiptarët në Europë, sepse kanë futur edhe vende tjera që nuk kanë pas standarde demokratike, dhe do t'i imponojmë rregulla. Dhe kjo është vetëm një rrugë për ta rregulluar deri diku këtë vend, të paktën për ta përqas me demokracinë europiane. Rruga që këta ta ndërtojnë vetë është pothuajse thoni mision impossible pa mundur. Kështu që duke qenë mision i pamundur, ato do përshpejtojnë hapat. Po gjithmonë fajt dhe përgjegjësitë janë tonat. Ne jemi mësuar dalim të çajmë në Europë pse nuk bëjmë dot vendin tonë. Por mendoni se duhet të ndryshojë diçka në opozitarizëm apo ndoshta edhe në partinë më të madhe opozitare siç është Partia Demokratike? S'është duhet ndryshu qasja skena politike e plot, duhet një ndryshim i plot thelbësor. Domethënë dhe thash kjo ndryshohet opozita ka detyrë ta ndryshojë sepse opozita është në pushtet. Dhe pjesa opozitare është ajo që e mban barrën e ndryshimit dhe barrën e ndryshimit duke ndërtuar model ndryshe. Në qoftë se ti akuzon për imoralitet, ti duhet kesh një moralitet të theksuar dhe dukshëm sy të opinionit publik. Dhe kjo e çon përpara shoqërinë. Qoftë ti do t'i japësh shoqërisë alternativën që ky është më imoral se unë, ti mushësh mendjen, kjo nuk funksionon. Se po u futet të dy në moralitet, pastaj njëri thot ti, njëri unë, është lojë kungulleshkash kjo. Ndërsa në momentin që ti del dhe ndërton hap pas hapi veprimet tua politike dhe ajo çfarë ndodh në politikë është e kundërta, populli e dallon. Shikoj, Ibsen, edhe një pyetje të fundit në 1 minutë kohë. Dikush do thoshte që pse nuk e kanë guximin në Partinë Demokratike edhe ata kandidatë që dolën në lista hapur i morën vetë votat për të kërkuar largimin e Berishës.
është metodë, unë kam thënë me kohë, është metodë. Duke qenë se në një kohë gjatë historike, kush ka nguxu të flasën dhe kundër liderit, i është prerë koka, edhe fizikisht, po edhe politikisht, atëherë këto kanë thënë, kjo nuk është rruga e duhur. Pa rruga për të hapur një rrugë tre nuk është e duhur. Atëherë çfarë është rruga e servilizmit? Janë kthyer servila më burr. Dhe kur ti pajtohesh zëra brenda Partisë Demokratike që thonë të gjithë duhet të mbajnë përgjegjësi për humbjen, por jo Berisha. Kjo asaj nuk s'ka shpjegim normal. Ndryshojmë gjithë lidhjet e fizikët për të kuptuar një fenomen fizik. Nuk ka logjik. Sepse gjithmonë, kur e kemi humbi betejën, kemi ngjuti oficerat i përmend njëri humbi betejën e ma përgjegjësinë generale shnohet. Gabimi generalit filan. Domethënë sa më lart jesh aq më shumë përgjegjësi ke. Këto këto janë kaq budallë ose kaq të marrë, ose ç'a epiteti dush ve, që thonë që s'ka përgjegjësi. Këto mund të thonë, po, ne funksionojmë si një parti vetëm në drejtimin e Berishës, sepse kështu është ndërtu dhe kjo është normale. Dhe po të heqim të s'dim ç'a bëjmë. Kjo është normale ky lloj argument. Po thush që s'ka përgjegjësi Berisha, ky pastaj kjo s'përbën sens logjik. Ibsen Elezi, ishte kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje në Tiranë. Ju faleminderit. Mirë, shkojmë në një ndërprerje të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish. I penduari i drejtësisë Erion Alibej vazhdoi sot dëshminë e tij në gjykatën e posaçme ku tregoi 3 personat që vranë Bujar Çelën, vëllain e Talo Çelës. Alibej rrëfeu dhe përplasjen me vëllezrit Çopja që përfundoi me masakrën e Bradasheshit ku vranë 3 familjarë të tij. Në gjykatën e posaçme vion dëshminë bashkëpunëtori i drejtësisë Erion Alibej për dosjen Plumbi Art, duke rrëfyer për organizimin dhe vrasjen e Bujar Çelës, vllait të Talo Çelës. Bashkëpunëtori i drejtësisë sqaroi në gjykatë shkakun e vërtetë sipas tij, sepse organizata tjetër që operonte në qytetin e Elbasanit, ajo e vëllezërve Hajdar e Franc Çopja, nisën eliminimin e familjarëve të tij. Ne kemi qenë biznesmen, merreshim me punë palishme, kokainë, drog, patëm një biznes me Dritan Gjikën. Ai erdhi na takoi me Ndritin dhe shtetasin turk dhe kishin nisur një ngarkesë prej 530 nga Ekuadori në Turqi. Kishte 2 javë që ishte nisur ngarkesa, vran 2 njerëzit kryesor të kësaj ngarkese, Ndritin dhe turkun, që kishin rol kryesor të nxjerrjes së drogës nga porti. Ndriti fliste me njerëzit pa të keq, ata jo vetëm që vran njerëzit kryesor të mi, por më goditën ekonomikisht. Suel Çela ka pas interes me nxjerrë Ndritin jashtë loje. Gjatë dëshmisë Alibeu përplas verbalisht edhe me Giuliano Hoxhën, një tjetër i pandehur në këtë proces, i cili e cilësoi si Tommaso Buscetta, duke u referuar të penduarit të mafjas italiane. Ndërsa Alibej tregoi dhe se si Nureddin Dumani dhe Besmir Xhixha, por edhe Enver Diva, vran Bujar Çelën, vllain e Talo Çelës. Çunat e fushkrujës ditën e ekzekutimit kanë ardhur me një makinë tip Renault nga fushkruja. Kanë pritur një herë të shtëpia e bujarit, por i pa një komshi dhe u toroqën. Pasi kanë mbaruar punë, më ka shkruar Nureddini që mbaroi bujari. Seanca e radhës do të vijojë të njëjtën në orën 10 me dëshminë e Erion Alibejt, që do të tregojë për ngjarje të tjera kriminale të porositura prej tij dhe grupi që ai paguante për të kryer vrasjet. Arber Paplekaj, autori vrasjes Pierin Xhuvanit 4 ditë para zgjedhjeve të vitit 2021 në Elbasan, kërkon lirimin nga qelia me arsyetimin se ka kryer pjesën më të madhe të dënimit. Apeli e ka dënuar me 7 vite burg, ndërsa vendimi për kërkesën e tij për liri do të merret në 16 korrik nga gjykata e Durrësit. Arber Paplekaj, ish efektiv i Reneas i arrestuar për vrasjen e biznesmenit Pierin Xhuvani, ka kërkuar lirimin me kusht nga qelia në gjykatën e Durrësit. Në kërkesën e tij, ish efektivi i Reneas ka argumentuar se ka kryer pjesën më të madhe të dënimit. Seanca pritet që të mbahet në datën 16 korrik. Gjykata e Apelit me një vendim të datës 1 korrik 2024 e ka dënuar me 7 vite burg ish efektivin e Reneas. Togat e zeza ndryshuan akuzën ndaj tij nga vrasje në rrethana cilësuese në vrasje në kushtet e tronditjes psikike. Po kështu Apeli në atë kohë dha pafajësi për 6 efektivët e shqiponjave. Për ta gjykata e Elbasanit kishte dhënë dënimin me 16 muaj shërbim prove. Të pafajshëm u shpallën edhe 2 ish zëvendës drejtorët e policisë së Elbasanit, Albert Nushi dhe Nikolaj Shpalla, për të cilët gjykata e Elbasanit kishte dhënë nga 1 vit shërbim prove për secilin. Pierin Xhuvani, përkrahas i Partisë Socialiste, u vra në 21 prill 2021, 4 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare. Ngjarja ndodhi pas përplasjes mes shtabeve elektorale, ku struktura e ngritur nga PD për të mbrojtur votat
ndaluan makinën e Mehmet Grecës me pretendimin se po shpërndante para në këmbim të votave. Papleka i pranoi krimin dhe u vetëdorëzua në repartin e forcave Renea në Tiranë, duke thënë se qëlloi për vetëmbrojtje. Ngjarja zbuloi dhe skandalin e Partisë Demokratike për ngritjen e një grupi të armatosur të vetë shpallur struktura për mbrojtjen e votës, ku një pjesë e mirë antarëve të së cilës rezultuan persona të njohur edhe për strukturat ligjzbatuese në vend. Përshëndetje dhe mirë se vini në War Update, do t'jeni me mua Sali Doçen për të parë zhvillimet nga dy konfliktet më të nxehta globale. Sulmi i kryer nga forcat ruse u zgjerua me masakrat kryera në Mariupol, siç ishte bombardimi i një teatri të mbushur me civil. Sipas Institutit për Studimet e Luftës, lagja më e vështirë për Izraelin po kthehet pikërisht lagja Shijaja, ku prej javësh forcat izraelite në Kanjonis ne shohim se struktura mbetet e njëjtë sa i përket zhvendosjes së trupave izraelit dhe nuk shohim përparime të dukshme. Së bashku do të shihemi sërish nesër për më të e fundit nga konfliktet më të nxehta globale. Pesë shqiptarët që ndodheshin në Izrael para fillimit të konfliktit me Iranin po kthehen në atë dhem. Ministria e Jashtme njofton se ata kanë dalë nga territori i Izraelit dhe ndodhen në Egjipt në gjendje të mirë shëndetësore. Ambasada shqiptare në Tel Aviv ka mbajtur kontakte të vazhdueshme me ta nga dita e parë e konfliktit. Tirana përsërit thirrjet që shtetasit e tyre të evitojnë vizitat në zonën e konfliktit. 5 shtetasit shqiptar të cilët ndodheshin në Izrael për arsye turistike dhe profesionale do të kthehen së shpejti në Tiranë. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ikli Hasani tha se dërgimi i tyre në Egjipt, ku janë aktualisht, u mundësua nëpërmjet ambasadave në Tel Aviv dhe Kairo. Ata ndodhen tashmë në Egjipt në gjendje të mirë shëndetësore dhe pritet të kthehen së shpejti në Shqipëri. Largimi dhe kthimi i tyre u mundësua nga Ministria për Evropën dhe punët e jashtme nëpërmjet ambasadave në Tel Aviv dhe Kairo. 5 shtetasit shqiptar ndodheshin në Izrael që prej nisjes së konfliktit mes Tel Aviv dhe Teheranit të premten. Ministria për Evropën dhe punët e jashtme ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me ta. Po ashtu, Tirana zyrtare ka shprehur shqetësimin për konfliktin e nisur në lindjen e mesme. Të hënën, Ministri Hasani nga Ministeriali i Procesit të Bashkëpunimit të Europës Juglindore apeloi për vetëpërmbajtje dhe zgjidhje të qëndrueshme politike mes Tel Avivit dhe Teheranit. Nga sulmet izraelite në Teheran, u vra shefi i ri i shtabit të ushtrisë së Iranit, i cili sapo kishte marrë detyrën, por edhe Teherani nuk ka ndalur sulmet ndaj Izraelit. Ministri i mbrojtjes i Tel Avivit i kërkoi Iranit që të mos shënjestrojë civilët, ndërsa i kujtoi Ayatollah Khameneit se do të ketë fatin e Saddam Hussein. Izraeli dhe Irani kanë vijuar sulmet e ndërsjellta përgjatë orëve të fundit. Ushtria izraelite deklaroi se në sulmet e të hënës arritën të eliminonin shefin e ri të shtabit të Iranit, Ali Shadmani, i cili sapo kishte marrë rolin e komandantit më të lartë ushtarak në vend dhe konsiderohej si krau i djathtë i udhëheqësit suprem Ali Ayatollah Khamenei. Nga ana tjetër, Irani shënjestroi sërish Izraelin me të paktën 20 raketa balistike, sipas asaj që konfirmoi ushtria e këtij vendi. Shpërthimet forta u dëgjuan në Jeruzalem dhe Tel Aviv, duke lënë 10 persona të plagosur. Mediat iraniane publikuan video të cilat sipas tyre treguan sulmin e ndodhur këtë të martë ndaj selisë së Mosadit izraelit në Tel Aviv. Megjithatë, ky pretendim nuk është konfirmuar nga ushtria izraelite. Pas raportimeve të mediave ndërkombëtare se synimi i luftës që po zhvillohet me Iranin nuk është vetëm shkatrimi i bazave ushtarake dhe bërthamore, por edhe rrëzimi i regjimit të Ayatollah, një paralajmërim i fortë erdhi nga ministri izraelit i mbrojtjes. Israel Katz u shpreh se lideri suprem mund të përballet me të njëjtin fat si Saddam Husseini, i cili u rrëzua dhe u ekzekutua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftën e vitit 2003 në Iran. Ministri izraelit i mbrojtjes i bëri thirrje Iranit të ndalë sulmet ndaj civilëve izraelit, ndërsa shtoi se Tel Avivi do të vijojë sulmet në bazat ushtarake dhe bërthamore të Iranit. Luftimet intensive kanë ngritur frikë tek civilët e pafajshëm në Iran. Pamjet me dron kanë treguar mijëra qytetarë që largohen nga shtëpitë e tyre pas sulmeve dhe paralajmërimeve izraelite. Nuk ka asnjë marrëveshje, por vetëm raketa mes Iranit dhe Izraelit.
Trump thot se kërkon paqe afatgjat dhe jo armpushim, pasi ka lënë përgjysmë samitin e G7-s, ku odhi idenë që të ishte Putin negociator mes Teheranit dhe Tel Aviv. Presidenti Amerikan ndërkohë u bëri thirrje iranianëve të evakuohen nga Teherani, duke paralajmëruar një sulm ajror të fortë të Izraelit. Pasi bëri thirrje për evakuim të civilëve nga Teherani, kryeqyteti i Iranit, në mënyrë që ata të mos lëndoshin, presidenti amerikan Donald Trump u shpreh për gazetarët nga avioni i tij presidencial se Shtetet e Bashkuara po kërkojnë më shumë se sa një armpushim mes Izraelit dhe Iranit. Kreu i Shtëpisë së Bardhë deklaroi se synimi kryesor i SBA-ve është që ky konflikt të marrë fund një herë mirë. Ne nuk po kërkojmë një armpushim, po kërkojmë diçka më të mirë se e gjitha kjo, po kërkojmë një fund të këtij konflikti. Kur u pyet nga gazetarët nëse diçka e tillë mund të vinte brenda 24 orëve të ardhshme, Donald Trump u shpreh se diçka e tillë mund të ndodhte me dorëzimin e Iranit që do pranonte një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për të hequr dorë nga programi i tyre bërthamor. Komentet e Trump erdhën pasi ai u largua më herët se sa ishte parashikuar nga samiti i G7-s. Media amerikane CNN raportoi se pati një përplasje mes presidentit amerikan dhe atij francez, pasi Trump kritikoi përjashtimin e Rusisë nga ajo që dikur ishte G8, por u kthye në G7 për shkak të përjashtimit të Rusisë në vitin 2014. Përplasja Trump-Macron erdhi pasi përgjatë fundjavës presidenti amerikan, pasi foli me Vladimir Putin, tha se ai ishte i hapur që presidenti rus të negocionte për arritjen e një marrëveshje paqe Izrael-Iran. Nga ana tjetër, Macron, i cili përgjatë fundjavës ndodhej në Groenland, e hodhi poshtë idenë që Putin të kryesonte negociatat Izrael-Iran, duke thënë se kreu i Kremlinit kishte shkelur kartën e OKB-s me pushtimin e Ukrainës. Përplasja e raportuar nga CNN nuk ishte një përplasje publike, e cila u pa nga të gjithë. Megjithatë, Trump u sigurua që tregonte se mes tij dhe Macron kishte patur tensione. Kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se nuk u largua nga samiti i G7-s më herët se sa ishte planifikuar, sepse po negocionte një marrëveshje armpushimi mes Izraelit dhe Iranit. Në një status në Truth Social, Trump tha se ky pretendim ishte përhapur nga Macron, i cili sipas tij me qëllim apo jo, gjithmonë gabon në gjërat që thot dhe gjërat që bën. Dhe ndërsa raketat fluturojnë mes Iranit dhe Izraelit, përfiton Vladimir Putin. Në një tjetër sulm gjatë natës, Rusia ka goditur me raketa mbi Kiev duke vrarë 15 persona dhe plagosur mbi 100 të tjerë. Presidenti Zelenski e cilësoi sulmin si një ndër më të tmerrshmit në kryeqytetin e Ukrainës që nga fillimi i luftës. Sulmi vjen pasi dështuan raundet e fundit të bisedimeve për paqe në Stamboll. Rusia ka lëshuar drejt Ukrainës këtë të martë mbi 440 dronë dhe 32 raketa, duke goditur më shumë se 27 zona në Kiev, kryeqytetin e këtij vendi. Bilanci i sulmit sjell shifra tragjike, 15 persona të vrarë dhe mbi 100 të plagosur. Presidenti Volodymyr Zelenski e përshkroi sulmin si një nga më të tmerrshmit në kryeqytet që nga fillimi i luftës. Këto sulme janë terrorizëm i pastër. Bota, Shtetet e Bashkuara dhe Europa duhet të reagojnë si një shoqëri e civilizuar kundër terroristëve. Putin e bën këtë vetëm sepse ende mundet, shkroi Zelenski në X. Në lagjen Solomianski të Kievit, një raket balistike shkatroi një ndërtesë 9 katëshe banimi, duke rrafshuar një pjesë të saj. Ekipet e emergjencës vijojnë kërkimet në rrënoja dhe kanë evakuuar të plagosurit, përfshirë një grua të moshuar që u nxorr nga dritarja me vinç. Një qytetare vendase, Viktoria Voshenko, 57 vjeç, tha se nuk kanë parë kurrë diçka të tillë, ishte e tmerrshme. Kur nisëm të nxirrnim njerëzit, të gjithë ishin të prerë, fëmijët dhe të moshuarit. Nuk di sa gjatë do të vazhdojë kjo torturë për ne. Ministri i Brendshëm Ihor Klimenko konfirmoi se 14 persona humbën jetën në Kiev dhe një tjetër në Odesa. Pothuajse 100 persona u plagosën në Kiev, Odesa dhe në rajonin verior të Çernihivit. Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, bëri me dije se një nga viktimat në kryeqytet ishte një qytetar amerikan 62 vjeçar që humbi jetën nga copzat e një rakete. Ndërkohë, Ukraina ka ndërmarrë sulme me dron brenda territorit rus, por pa shkaktuar dëme të ngjashme në objektiva civil. Ministria ruse e mbrojtjes tha se kishte rrëzuar 147 dronë Ukrainas gjatë natës, përfshirë edhe në rajonin e Moskës. Lufta ndodhet në vitin e saj të 4 dhe përshkallëzimi i fundit vjen pasi raundet e fundit bisedimeve për paqe në Stamboll kanë dështuar.
Forcat ruse po vazhdojnë avancimin në lindje të Ukrainës dhe kanë hapur një front të ri në rajonin veri perëndimor të Sumit, pavarësisht thirrjeve për armë pushim nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka premtuar se lufta do të përfundojë shpejt. Presidenti i Ukrainës Volodymyr ndodhet aktualisht në Kanada, ku po merr pjesë në samitin e G7 me qëllim për të kërkuar më shumë ndihmë ushtarake për vendin e tij dhe sanksione më të ashpra ndaj Rusisë. Kreu i shtetit Ukrainas kishte planifikuar të mbante një takim me presidentin Trump, por ky i fundit u largua përpara kohe nga Kanadaja për shkak të krizës në lindjen e mesme. Trump ka zhvendosur politikën amerikane drejt një qasjeje më toleruese ndaj Moskës dhe ka kërkuar që G7 të rikthejë Rusinë në këtë grup, pasi tha se përjashtimi i saj në vitin 2014 për shkak të aneksimit të Krimes kishte qenë një gabim. Perandoria tregtare e Donald Trump zgjerohet sërish dhe tani me një rjet celular i cili do të ofrojë një paketë konkurruese për telefona, mesazhe dhe të dhëna krahasuar me rrjetet e tjera amerikane. Rjeti do të quhet Trump Mobile dhe do të hyjë në funksion në muajin shtator. Paketa do të përfshijë edhe një celular me flamurin amerikan të gdhendur në kapakun e pasëm me një kornizë me ngjyrën e preferuar të presidentit, atë të floririt. Asgjë nuk e ndal Donald Trump që përveç rolit të presidentit të vijojë dhe rolin e biznesmenit. Organizata Trump e presidentit amerikan prezantoi pasditën e të hënës planin e saj për të krijuar një shërbim celular të quajtur Trump Mobile dhe një smartphone të quajtur T1, i cili do të ketë një kornizë ari dhe do të ketë gdhendur nga pas flamurin amerikan. Celulari i cili pritet të dalë në shitje në muajin shtator do të kushtoj $499. Ai do të ketë një sistem operativ Android 15, një ekran 6.8 inch dhe kamera 50 megapiksel dhe një bateri prej 5.000 mAh. Ky projekt i ri i perandorisë së bizneseve të presidentit amerikan do të drejtohet nga dy djemt e tij, Donald Trump Jr. dhe Eric Trump. Gjatë prezantimit të celularit dhe shërbimit të telefonisë në Trump Tower, Donald Trump Jr. u shpreh se ky celular dhe linja telefonike e krijuar prej tyre do të ofrojë një paketë të plotë shërbimesh, duke përfshirë asistencë rrugore për automjetet dhe mesazhet të pakufizuara në 100 vende të botës. Ndërsa celulari do të kushtoj $499, shërbimi celular ose linja telefonike do të ketë një kosto prej $45.47 në muaj. Ky tarifim nuk është një rastësi, pasi lidhet pikërisht me faktin se Trump ka qenë presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aktualisht presidenti 47 i vendit. Trump Mobile pretendon se ofron mbulim të krahasueshëm me Verizon, AT&T dhe T-Mobile, tre operatorët më të mëdhenj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, kjo lëvizje e familjes Trump ka ngritur shqetësime për konflikt interesi, pasi kompania po hyn në një industri të rregulluar nga agjencitë federale që ndodhen në kontrollin e presidentit. Kjo konsiderohet një situatë ndërlikuar për kryetarin e Komisionit Federal të Komunikimeve, i cili tashmë duhet të mbikëqyrë një rrjet që mban emrin e vet presidentit amerikan. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në koreale dhe në koreale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Këtu kemi ardhur në fund të Tirana Live, por vetëm pas pak vjen Juli Krisafi me edicionin qendror të lajmeve. Ju ftoj ta ndiqni.